Lëngu i qepës së kuqe trajton këto probleme. Ja si ta përdorni. Lëngu i qepës së kuqe është një ilaç i mirë për flokun tuaj dhe për shumë të famshëm ajo është një nga përbërësit më të mirë dhe kur bëhet fjala për përmirësimin e shëndetit të flokëve. Sipas studimeve të fundit, qepa e kuqe parandalon humbjen e flokut në 87% të rasteve. Flokët do të pësojnë ndryshime pozitive brenda një muaji nëse aplikoni vazhdimisht. Qepa e kuqe ka në përbërje squfur i cili është i rëndësishëm për prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është thelbësor për rritjen e flokut. Lëngu i qepës së kuqe përmirëson qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës dhe redukton inflamacionin në lëkurë. Rezultatet do të jenë të dukshme brenda një muaji. Dermatologët kanë konfirmuar se ajo është një shkaktim i efekteve anësore. Qëroni 2 deri në 4 qepë, shtrydhni lëngun e tyre dhe shtoni një lugje dhe mjalt. Aplikoni maskën e përgatitur në skalp dhe lini për 13 deri në 30 minuta. Përsëriteni trajtimin 2 ose 3 herë në muaj dhe sipas Healthy Food është një alternativë e mirë për të pasur edhe flokë më të shëndetshëm.